Si është kur e shikon kështu? Dhe njerë mendoj Ledion që së shita ime fare. Sorry, jam shumë emocionuar. E di. Thjesht jam shumë e lëmë për gjithsesi. Ta mendosh që kam kaluar në për ujëra shumë të turbullta dhe ajo është vetëm çfarë unë doja të ndaja sot. Për mua është janë thjesht shkallë të ngjitura një pas një, me ngadalje dhe me shumë siguri. Në të që them tani së të mendoj të asgjë. Unë dua të them diçka, që si fillim njëherë Big Brother mund të jetë shumë çka, por mbi të gjitha është kjo. Është ballafaqimi i vetes me jetën, me gjërat të cilat i kemi marrë të mirëqëna, me gjërat të cilat jemi munduar t'i fshim nga kujtesa, sepse kanë qenë aq të vështira për të jetuar, sa që do ishte më mirë të mos ishin aty. Ama ajo që më vjen të them është që duhet të jesh vërtet krenare për veten, sepse bota mund të ketë ngarkuar me shumë çka, por ti ke treguar gjithmonë që mund t'i mbash. Video të nderit shumë, e vësër shumë nderit. Për këtë ka marrë malli shumë, se onën e ke takuar. Onën e kam takuar. Gretën, okej? Po. Edhe Gimën e takova. Edhe Gimën, po. Dgjoj, mua më ka marrë malli shumë për Agnesën njërë. Agnesa është motra ime e vogël, po është jemi shumë të lidhura. Unë nuk jam njëri që jam shumë e dashur që të shprem edhe, po jam shumë e sigurt që Agnesa e ka marrë atë dashurinë që unë kam dashur t'i jap, edhe di shumë mirë sa rëndësi ka ajo te jeta ime. Po edhe për babën ka marrë shumë malli. U bë shumë kohë në fakt që nuk jemi parë. Po kështu si nevojë të mbushem, e kam shumë nevojshme mamin të shoh. Mam, qa keni pasur një gjë që jashtë Big Brother e keni pas bërë me mamin? Ledion, kafe mëngjesit njerë nuk ka punë në botë që mua mund të më heqi kafen e mëngjesit me mamin tim. Çdo ditë kafe mëngjesit pihet vetëm me mama Berin. Po tjetër? Pastaj tjetër kemi ca kështu cheating nights me mamin, ku nga ora 2-3 procesin dhe një gjë të jashtëligjshme për trupin, dhe një ëmbëlsirë me kalori shumë. Okej. Atëre, shiko, këtë do bëjmë. Po. Dil nga dera e Vodafonit, të lutem. Wow. Dal fare? Të dalësh fare. Okej. Selin, sonte do takojnë nërën e saj Jasmina, të cilën nuk e takon prej 103 ditësh. Siç edhe ajo e tregoi, është njeriu që është bërë edhe nën edhe baba në më të shumtën e jetës së saj, edhe me të cilën është ekstremisht e lidhur, edhe jam i bindur që në këtë pikë secilit prej tyre aty brenda i duhet një takim i këtij lloji. Dhe do bëjnë pikërisht atë që Selin tregoi, pra atë ditën kur ja falin vetes një ëmbëlsirë më tepër një herë në javë, se natyrisht të qenit balerinë do ta mbash trupin me, ku diun, të bardha të vezëve dhe me një rukola, me një gjë kështu. Kështu që ja tek e shohim Selin që shkon tek një vend i improvizuar afër shtëpisë së Big Brother, një cep afër një lëndine ku Ploso Macha Bar ka sjell një
atmosferë ku ajo dhe nëna Jasmina do të mund të ritakohen pas më shumë se 3 muajsh. Jemi afër, jemi shumë afër. Selin, Selin, më dëgjon? Mund të shkosh. Mama! Ue kam një lanë që në shkirë të mu. Ue kam një të shkirë. Ue kam shkirë. E ka në dhe një të të për të shofja. Bire bukra im. Që që janë më? O jetë, o dritë. Si më ke për në të? O të shnanë. A zatë o jetë, a jetë. O bukra im. Ku i ka qurejnë? I ka me që ka qurejnë. Hamle? Jo, pse jam mërzitur? Me këtë jullë dritat mërzitë mu? Ngrirë kokë, stope, ngrirë. Op, si ja bërë ma unë. Shiva mami një. Jam mërzit. Pse ju mërzit, më të shemë, ja pe që dohet ma me të shkë. Oh, në vë. O, jetë, o, drita i. Zjene. E në shumë. Op, se bukur je. Absolut një. Dhe gjë mamin tatë. E para njerë. Këtë fala nga mami Gimbos, nga motrat e Gimbos, pa tjetër kemi taku mamin. Nga ke bo familjet madhe tani. Do të se ndriti, uaj, gjash! Jo, kam taku vetëm një dhe mamin. Edhe Gimbos e more në qafë e lënë Tiranë, në goce. është po? Apo tani, nuk lejon gjëra nga jashtë. Shumë mirë. Sofia. Prit Sofia, e do pësuti? Pse si ke marrit ka qorrelat? Po tani... A e mërzit? Jo, me dashuria Mos ime. minja. Prit shofe mami syrin e bukur një. Mos minja, mo? Ha? Si e ti? Shumë mirë, ke shumë të fala nga babi. Nga ono me grejtën diet, babi është shumë mirë, të puth fort. Dhe thot, do kërcim vallën qamen mes Londrës, thot. Dua nga ka ardhë në jetë. Dua! Ka si najë! Djetë. Zot! Jo, në rima jote. Nuk jam më mirë. Wow! Ketë fala nga gjithë. Magi është shumë mirë, të puth shumë. E pat gotën? Po si sa pat gocën? Bëm 11 e gjysëm, kalin 11 e qere. Pas kalin Mars. Po. Edhe... Pas e Marsi muaj im, mam. Se u martova... Po ti u martove, po ne ku në kishe? Si e ti? Jam shumë mirë. Je mërzi? Mos më një. Jo, nuk jam mërzi. Sigur? Me ty? Si është kridi? Oh, jeta tezës. Sholina! Sholina! Ja bëm kështu. Agnesa? Agnesa është shumë mirë. Ka bërë gabime? Ti e din që ju nuk gabon Nikolaj. Ketë fala nga Dona, nga Gerta, nga gjithë grupi. Nga Arditi ke shumë të fala të veçanta. Sa shumë kam me folë. Gjithë sot jam bërë shumë merak, se më kam të shumë gjërat mira, do s'jam Je bërë ti merak, pse duhet bësh merak? Se si më thënë ti në një gjë të keqe. Unë kam asgjë të keqe me ty. Unë kam që unë du të të falenderoj ty për vajzën e fort që je. S'ka nevoj me derdh pikën e lotit. Ke qajt mjaftushëm, ke gëzu mjaftushëm, i ke tregu të gjitha ngjyrat e tuja në këto 100 e sa ditë këtu brenda. Të lutem ngre kokën dhe shife mamin. Ma e mami të dorë. Ti, je ajo vajza e fort. Ti, ajo vajza me edukat. Ti, je ajo vajza e brish që din me i bë të gjitha ngjyrat e Selinës. Të lutem. Ti duhet ngresh kokën lart.
të jesh krenare për veten tate dhe neve jemi super krenarë për ty. Në rregull? Po, jam shumë mirë. Jam aq mirë sa se ke idenë. Mami Jasmina, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E shefi matë ju shoh është të dyjave bashk, edhe pse jam i bindur që juve ju ka marrë më pak malli se shikoni Selin 24 orë 24, edhe Është e vërtet. jam i lumtur që sot jeni takuar pas 103 ditësh edhe i thua ato që i thua. Ku di unë, si dy motra jeni më shumë se sa nën e bi, po... Faleminderit. Tani, ndërkohë që juve bënin pak atë ritualin tuaj me ëmbëlsira dhe me maça, të përshëndesun pak maça barin më cool në Tiranë, që juve vazhdoni me njëra tjetrën aty. The Blossom Matcha, momente të bukura, energji pozitive dhe shumë shije që të bëjnë të rikthesh gjithmonë. Përveç matcha shumë të shishme, aty do të gjeni edhe një super brunch, si dhe pa fund ëmbëlsira të shishme, e i gjeni tek Lake View në Tiranë, The Blossom Matcha, vendi për të shkuar. Me mamin, me motrën, me Monika Kryemadhin, me këdoni juve. Okej. Goca, më duhet ju ndaj. Ka që ishte Selin, ti e di që surpriza zgjasin pak. Po, Ledion. Hajde, më së shpejt. Tani, mami të ka ndjek non-stop. Po kur i them non-stop, është non-stop. Na ke lënë deri në 6 mëngjesit pa gjumë. Ti, sot duhet të vish me mami në shtëpi, sepse deri këtu ka qenë rrugtimi jot. Mami ka qenë plotësisht dakord me çdo gjë çfarë ka ndodhur brenda lojës. 48 orët e fundit kanë qenë përdhosje dhe përulje shumë e madhe. Ti i përket dyrëve të artit, nuk i përket dy njerëzve që nuk duhet të bëjnë këtë gjë. Kështu që Ki parasysh që është një prill akoma, një tatuazh. Ne të dyja gjithë jetën e kemi tatuazhin. Atëherë, që ta kuptoj se jam i paqartë se u trasha me shakat e një prillit sot. Jasmina, kjo që po thua është nuk është shaka një prilli, apo jo? Absolutisht që jo, Ledion. Okej, tani, se nga një takim surprizues dhe mbështetës, u kthye papritmas në një takim të këtij lloji. E vërtet. Jam deri diku dakord me ato që ti thua, sepse jam prind vet dhe e kuptoj se si mund të ndihet një prind kur e gjen evlatin e vet në një situatë të pakëndshme. Ku nuk jam dakord është që një vajzë e cila edhe kur nuk ishte e zonja e vetes, ka treguar që është e zonja e vetes, në këtë rrugtim, i cili zgjati 103 ditë dhe afër ka finalen, të ndërpritet në këtë mënyrë. Kjo, jo sepse ndjeshmëria juaj është e pavlefshme, përkundrazi, por kjo sepse si kundër mund të ketë njerëz aty jashtë të cilët ndihen vërtet keq nga ca gjëra që thuhen, jam i bindur që aty jashtë ka edhe më shumë njerëz të cilët duan të shohin pikërisht ata që luftojnë deri në fund përtej gjitha atyre gjërave që u vinë ndesh. Dhe mua personalisht, por besoj mbi të gjitha Selinit, në fund të ditës do t'i vinte keq që përballjen e saj në fund të mos ta kishte me publikun, por ta kishte në këtë mënyrë. Dhe do doja shumë
që siç Selin vetë tregoi në klipin e saj, besimin që keni patur juve, që në më të shumtën e kohës ju është dashur të bëni shpesh edhe nënën edhe babain, besimin që keni patur ndaj Selinit, ta tregoni të paktën edhe një herë të vetme sonte. Ledion, Selini besimin e neve të dyve si prindër, si timin, si tonit, të vllajt vet dhe të motrës vet, e ka fitu me karakterin e fort dhe me të gjitha ato çfarë përshkroi në linjën e saj të jetës, që unë nuk e dëgjova fatkeqësisht, por jam e sigur do me thënë se çfarë ka treguar. Por problemi që ndron me gjithë respektin që kam, në këtë pikë ku jemi, Selini e ka tregu para gjithë publikut se sa e fort është, se sa vajzë e artikulume dhe zgjuar është, por në 48 orët e fundit është e pamundur që neve si familjar të jemi dakord me ato gjëra çfarë janë thënë mbas kurrizit Selinit, që fatkeqësisht Selini i pa në pjesën e parë të Prime-it. Dhe shpresoj që nuk jam gabim që t'jetë informacion nga jashtë. Jo, e kemi diskutuar në pjesën e parë të Prime-it gjërat që u thanë për Selin dhe kemi bërë një diskutim të plot në lidhje me ato që u thanë, si nuk duhet ishin thënë e tjera me radhë. Edhe njëherë, zoja Jasmina, kjo është një garë. E kuptoj që gara ndonjëherë mund të jetë mizore, do të jetë mund të jetë e pa shpirt. Mirë po, të thash, është një garë dhe deri më tani është treguar një Selin e fortë. Tani, në thelb, ky mesazh që ju donit t'i çonit Selin i shkoi. Pastaj i takon asaj që të marri një vendim. Por në këto momente realisht do më duhet ju ndaj dhe duhet që të thras Selin brenda në shtëpi. Dhe pastaj do e pyes ata aty brenda nëse do të vazhdoj garën apo jo. Ajo që unë kisha për t'ju thënë ishte pikërisht ajo që thash. Pra, do më vinte keq mua, por mbi gjitha do të vinte keq Selinit që këtë garë ta ndërpriste në këtë pikë pa u ballafaquar me publikun, pas së cilit... Që do më vite keq. Si? Lidian, po thoja që mua patjetër që do më vite keq, por ka një gjë që në jetën time asgjë nuk kam marrë pa marrë bekimet e prindërve të mi. E kuptoj. Gjithsesi, unë e kuptoj që duhet të rikthehen. Po, duhet të rikthehemi sipas procedurës dhe pastaj aty e bëjmë pyetjen dhe flasim aty sërish. Prandaj thashë mesazhi humor do preferoja që të ishte shaka 1 prilli, sidoqoftë, megjithatë shiko, është një program i vërtet, është një reality show. Asnjë gjë nuk është e shkruar diku. Çdo gjë ndodh ashtu siç vjen, ndodh ashtu siç ndihet. Dhe të thash, e respektoj plotësisht mendimin e zonjën Jasmina, por në këtë rast do më duhet që të thras në shtëpi dhe do më duhet që rrugës për aty të mendosh për veten tënde. Më kupton? Kështu që takohuni me njëra tjetrën edhe të pres brenda, Selin. Okej. Je e sigurt. Zoja Jasmina, ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë për ardhjen. Të dua. Ma pusa Agnesën, okej? Ta pusun. Ketë falja nga gjithë. Okej. Pa! E ke taku Gimbo? Patjetër. Okej. E tha pra dhe edhe Gimbon, edhe nënën e Gimbos, edhe motrat. Po, patjetër të gjithë. Mama, I love you. Okay. Edhe në mosu nja kle zoti.
Të dua. Ndërkohë që Selin kthehet në shtëpinë, kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe më pas kthehemi sërish këtu në studio për kuptuar mbi vendimin e saj dhe shumë të tjera. Qëndroni me ne në Big Brother.